Qyteti i Ferizajt tashmë është bërë me një destinacion të ri turistik, të parin e këtij lloji përmes përurimit të projektit të Via Ferratas dhe urës tibetane, i cili projekt u realizua nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit në bashkëpunim me projektin FEGO në kuadër të organizatës zvicerane Swiss Contact. Në ceremoninë e përurimit, Drejtori i Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit në Ferizaj, Balton Dërguti, tha se përmes këtij projekti synojnë të krijojnë më shumë mundësi për turizmin malor, kështu duke tërhequr turist vendor e ndërkombëtar. Po shpresoj që ky projekt bashkërisht me juve ka me sjellë shumë më shumë vizitorë komunën e Ferizajt dhe do të mundohemi që projekte të tilla mos dalin të realizojmë edhe në të ardhmen. Projekti do të menaxhohet kryesisht nga bishkatarët e Ferizajt, saktësisht nga shoqata KTR që është e regjistruar në Ferizaj, ku do të kenë të angazhuar edhe guida për gjithë qytetarët që janë interesuar ta vizitojnë këtë projekt dhe të ngjiten në Via Ferrata. E pranishme në këtë ngjarje ishte edhe përfaqësuesja e organizatës Swiss Contact Sheikh Shkodra, e cila theksoi se Jezerci ofronte potencial për zhvillim. Jezerci ka qenë një prej destinacioneve të zgjedhura prej projektit, si një destinacion që ka shumë potencial për zhvillim, dhe së bashku e kemi zhvilluar me komunën e Ferizajt, i kemi ndërtuar në zhvillimit ekonomik bajtor, ne kemi zhvilluar projektin Via Ferrata, të cilin po shpresoj që ka u përdorur sa më shumë prej alpinistëve të zonës dhe ka me pru sa më shumë vizitorë dhe me kriju mundësi që kudo që dojnë me punu, të punu do të thonë tamam në profesionet që i pëlqejnë. Ju uroj krejtëve shumë sukses dhe shpresoj që ka me sjellë të mira. Në emër të bjeshkatarëve të Ferizajt, Besnik Reka shprehu falënderimin ndaj institucioneve për përkrahjen e vazhdueshme. Sot neve po na realizohet një ëndër në komunën tonë, një gjë që deri sot se kemi pas, tani sot i kemi Via Ferrata me emrin që e ka dhe shpella. Kështu që i falenderoj klubin Alpin Prishtina, gjithë alpinistat anën banë Kosovës dhe më gjërë. Inshallah do të kemi se shpejti edhe njerëz tjerë nga vendet ndryshme. Sot do të jem pak më emocionuar se herat tjera, se vërtet nuk është vetëm një projekt i thjeshtë, pa një projekt madhështor. Kështu që edhe një herë ta falenderoj drejtorin Baltonin që e kena gjithë një përkrahje si bjeshkatar, si alpinista, na ka mbështetur sot e 4 vite. E inshallah nuk e dëshprojna me këto projekte që ne ka vonë qasë më vështore, si që është sot, Via Ferrata edhe shtigjet më herët, inshallah o drejtar edhe murin alpin së shpejti. Projekti pritet të nxjidhë zhvillimin e turizmit malor, rritjen e numrit të vizitorëve dhe promovimin e resurseve natyrore të komunës së Ferizajt.